Kujtoj që Kryeministri Rama, në podcastin e cilit keni qenë edhe ju, me eksperiencën në mos gaboj 2023 ka qenë? Besoj para 2 vitesh. Ka botuar kurbanin e ati librin. Së fundmi, ka ndonjë informacion, ndonjë libër i ri i Kryeministrit që mund të jetë në ardhje? Është një libër që po vjen, po nuk është, do me thënë, nuk mund të flasë shumë, por që nuk mund të themi, nuk mund të themi asgjë, po do ta diskutojmë për një momenti. Këtë panajir, jo? Mbase jo këtë panajir, po shumë shpejt. Me qënë se jemi tek panajiri, përgatitjet si po shkon, si çfarë pritet të sjell shtëpia botuese? Atëherë, neve kemi këto që përmendëm, janë duke ardhur edhe, thash, libri i Ani Vilms, është duke dalë, është libri një tjetër shkrimtareje shqiptare, Selmadin, një libër i Brunilda Zlamit, ka shkruar përsëri, edhe titullin e asaj nuk e themi përpara se të dalë, një libër shumë interesante. Brunilda Zlami është një shkrimtare cila vazhdon shkruan, ka shumë prodhimtari dhe ka shkruar një libër shumë të bukur, edhe kemi shumë përkthime. Kemi dhe libra për fëmijë, kemi dhe novela grafike, për shembull një sjellje shumë i bukur është një libër i një shkrimtari i cili është botuar dikur shumë herët në gjermanisht, Fred Ullman, quhet Rikthim, dhe Adeu, nga Aramburu vjen i përshtatur për më të rinjtë dhe për fëmijët. Ne do të kemi rast përsëri të flasim për gjatë nëntorit, panajiri i librit, por do doja ta mbyllja me një pyetje, ndoshta mund të kërkonte pak momente reflektimi apo mendimi që se si unë duhet të drejtoj, nëse do duhet të zgjidhnit një fjali nga një libër që përmbledh filozofinë e jetës tuaj, cili do të ishte? Një fjali? Cila do të ishte ajo fjalia? Një fjali që përmend, në fakt, unë shpesher e kap dhe e shoh në për libra. Shiko, unë po filozofia jetës time, nuk e di, mua shpesher më pëlqen, e kap të vështirë ta them tani, nuk më duhet të reflektoj. Përmenda, ka, do pak ko. Po, për shumë, her pas here, unë, për shumë, tek librat, një libër që vjen tek Ornella Vorës, kjo s'ka lidhe me mua, nuk ka lidhe me filozofinë time, për shumë, ajo ka një frazë shumë të lezetshme në libër, që ka në njërën nga tretime nuk ka problem. Shqiptarët janë vdisë të dua. Edhe shpesher e shove dhe e gjej her pas here këtë tipar në... Po, kjo është shumë e përdorshme. Vdisë të dua, po ajo thotë se shqiptarët, ose ka dhe një fjali tjetër, nëse ka një gjë që i bashkon të gjithë shqiptarët, ajo është megalomania. Sepse shpesher jemi popull. Kjo është një fakt më shumë kritike ndaj vetes, po u shpesher e gjej. Tipar problematik. E gjej. Po të kjeta ime, se përpishëm të mos je megalomane. Faleminderit shumë Arlinda, do t'jemi në tjera biseda bashkë për gjatë nëntorit librit, që në fakt është një periudhë që mezi pritet. Letërsia është gjithmonë e bukur për këdo që lexon dhe ditë lexoj bukur. Është shumë e bukur dhe do vetë ta zbut edhe negativitetin, edhe megalomanin, edhe çdo lloj gjëje tjetër që ka të bëjë me. Faleminderit shumë që ishe me mua në studio. Faleminderit.